fonda një detyrë ty. Jo. Do ta pranoj? Jo, sepse po ta them hapur. Po jo, hapur këtu, hapur vetë mbyllur. Kur një njeri të gënjen një herë, nuk e mban fajin vet. Kur të gënjen për herë të dytë, atëherë faji është joti. Kur është për herë të tretë, me fjalë është vrastare. Kur të ka gënjen? Ja ta japim përgjigjen. Pra, unë duke qenë se shenjë e mirënjohjes se kam të madhe dhe kam thënë që në gjithë liderët vlerësoj zotin Berisha, që po të tha po, dhe sidomos Berisha ndihmon kur i vete për hallet e tjerëve. Kur i vete për vete, mezi t'i jep fjalën, kurse kur i vete më duhet një helikopter për shembull për të çuar Britnin si një cumur ose më duhet një rrugë ose diçka, Berisha ndihmon. Tani, në momentin që unë se më është bërë gangren kjo, që lëviza me fjalë nga PD-ja dhe vajtet e PS, unë s'ka vajt me test. Ti ke provuar të tre partit. Ja. Po edhe PD-n dhe PS-n. Opozitësh bashkën ta, opozita me këtë. Ajo LSI ka lëvizur në PS-n PD. Jo, po pse thua jo, ti ke provuar të treja. Një minut. Tani, unë asnjë nuk kam marrë test Partia Socialiste. Në momentin që unë gënjem për herë të tretë nga Basha, me fjalë të kryetar bashkie, gënjem deputet, një minut, dhe ja them në sy që unë po iki, ti merr një mandat në Berat. Dhe përgjigja ti ishte 2 mandate merren vet, me ty merren 3, një merr pa muajtur. Dhe në këto momente unë na mërzitja e madhe e kisha ndarë mendjen për të ikur në ky vend. Pra në moshën 40 vjeç. Ku ti ke? Ishe i zgënjur në Anglit e vëllezrit. E kisha vizën atë kohë dhe i vura dhe shtëpi në shitje, e dinë gjithë në atë kohë. Edhe isha i mërzitur, me fjalë nuk bëhet në ky vend, nuk vlerësohet njeriu, se edhe akoma nuk bëhet, nuk vlerësohet njeriu, meritokracia, puna etj. Me radhë. Dhe në këto momente më erdhën oferta, sigurisht më erdhi edhe nga LSI-ja, zoti Nacho, edhe nga Partia Socialiste. Te Partia Socialiste më vjen një mik që nuk duhet ta tregoj emrin, pa është mik i zonës time. Është mik i Lapardas i zonës time, fal çik tani. Dhe ai më thot që ti ke një dëshirë tha në ëndrrën tënde, drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit. Pra, kjo ka qenë ndërimi që student i Akademisë së Rendit. Dhe ka ecur në karrierë. Dhe derisa u bë Ardveliu që ka qenë me mua 9 vjet një klasë dhe varësim në Tepeler, edhe natyra krejt ndryshe përse i përket njohjes policore, për të cilin nuk kam rezervat e mia, por asnjëherë kur vini në Komision Sigurie, unë nuk qëndroja për shkak të njohjes në shkollë, pra merrsha me të tjerë me të nuk merrsha, dhe në këtë kohë, me fjalë, kam takuar personalisht zoti Rama. Dhe i kam thënë, unë nuk të besoj ty. Shpreja ibe. Unë nuk të besoj ty, unë tha nuk jam si të tjerët, ti ke dëshirë këtë detyrë, unë do të plotësoj, por jo tani, se do thonë e bleu. Në shtator, në dakord të shun, një mandat merr Partia Demokratike pa mua. Edhe ju habit, se të gjithë i thoshin merr 2 mandate Partia Demokratike. Nëse merr 2, thashë nuk dua asgjë, do iki. Kaq. Dhe unë nuk kam bërë fushat me Partinë Socialiste, kam bërë vetëm një dalje në Lapardha me këtë, dhe kam mbrojtur Berishën aty në Lapardha. Kam folë për doktorin. E kam pikë dobët dhe kam thënë mes atyre. Dhe rezultati doli siç thash unë. Më pas Rama nuk kapte telefonin, nuk thënte përgjigje. Mbas 4 muajsh takohem me Kasiot Islamin, se këto nuk janë biseda për të bërë në media, por unë jam i detyruar ta bëj, dhe Kasiot Islami më thotë, ti je djalë fisnik, thotë, por Rama është pjesë e Luli. Luri të gënjen, ky të futet në burg. Dhe unë ja çoj mesazhin. Rama siç më thotë Kasiot Islami. Thirrëm nga zoti. Ti ja pas ke çuar Rama Kasiot Islamit, po i çoj mesazhin që kështu je, se po gënjen 4 muaj, 5 muaj. Po Kasioti atë ishte shpallur armik? Dhe nuk e di. Ishte, çfarë viti ka qenë 2017 me radhë. Tani, në këto momente, me fjalë mbas 4-5 muajsh, më dërgoi një postë zëvendës drejtorit të burgjeve. Unë nuk e pranoj gati 1 muaj, nuk pa afronin më, sigurisht që kisha nevojë, vajta zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Aty pash që u arrestua Ben Shuko, drejtori i policisë u shkarkua, u vendos Stefan Çipa, të gjithë u akuzuan, me fjalë, kam bërë debate me ministrin Etilda Gjonin në mes mbledhjes, janë gjithë korruptuar, kujdes i thash, se nuk më njifte, nuk më thosh gjithë korruptuar, unë zbatoj ligjin e gjitha me radhë, dhe në momentin që del lista për të vajtur deputet që unë futa, se ishe i tretin listën e Partisë Demokratike, me fjalë, ky s'mbajti premtimin, premtoi edhe Bashkinë e Koçovës, se unë kam dash Beratin, ky e premtoi,
Në këto momente, me fjalë vendosa që të isha deputet i pavarur, kundra Ramës dhe mbaja qëndrimin e opozitës. Pastaj takova zotin Meta, se me Lulin nuk shkoja, zotin Meta dhe i thash unë du bashkin e Kuçovës. U futa me primare, nuk e meritoja të futësha primare, po kështu ishte loja. U futa me primare, një pjesë e Partisë Demokratike bojkotuan dhe kështu ndodhi historia. Po tjetër. Në gjithë këta, vetëm si figur, nuk njëve, po të them që Spaku është i kapur. Unë kam bërë 11 kallëzime në Spak. Do të vërtetosh këtë? I vërtetu, nuk po them gjithë prokurorë, se ka prokurorë ndeshëm. Spaku është i kapur, do të thotë këta ka marrë fund, thotë. Krye prokurori me 2-3 veta që kanë. Pra tani, ta thash që në fillim që unë kam qenë oficer policie dhe kam arrestuar dhe me burgim përjetshëm, që janë sot në burgjet e Shqipërisë. Dhe unë kam bërë 11 kallëzime me prova. Për kë ke bërë kallëzim? Për kryetarin e bashkisë, oligark, Salilari, për drejtorët ati, për krim elektoral, korupcion masiv, të vërtetuara, për pastrim parash, edhe pastrim parash. Jo, dhe nuk ka nisur e timi? Hiqë, gjasme jam. Dhe që kam bërë, që bërë i Spaku i famshëm, thirit gjithë ekipin tim, i minin telefonat, se mos dilja unë, në vend që të mershin me, pasaj thirën vetëm 2-3 prej grupi tjetër, të Kreshnik Hajdari. Dhe unë vazhdoj akoma, gjyqet sot edhe kësaj dite. Për shkak të punës, zoti Maliqi, ke njohur në një nga këta? Ka lidhur punë? As për njërin për tyre nuk njoh ka afër. Tani, Adnan Xholi, Doleza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Brau janë 4 kandidatë për Nuk e njoh, di që ky Brau është na skrapari, po pra të punë edhe Musabelliu është na skrapari. Nuk e njoh, nuk mund të them dot gjë. Di të them që Premçi ka ditë në kallëzim të Kuçovës, që kam bërë unë, Dumani po ka disa memona mua plus kallëzime që jam bërë, ka qenë dhe një tjetër që ndale Kondilli, në fjellë ka pas një kallëzim të rënd 4 milion euro abuzimi të mërshëm në ujësjelësin e sinecit të Kuçovës dhe ja ka deleguar prokurisë Beradit. Prokurisë Beradit ka 4 vjetë që e manë kotë, se është çështje që i takon Spakut. Po është për shkak se aty është Salilari bashkë me Hajdarin e famshëm, 4 milion euro i ka thekur, i ka futur në xhep, uj nuk kanë sot e kësaj dite banorët atje, në zonë të mbrojtur, pa leje mjedisi, ndërkohë që ka bërë 2 km asfalt, mbi asfalt, pa procedurë të nderimi, krim elektoral, përsëri këta nuk e thrasin. Ti thuaj që Spaku Spaku e së më orientim. Ku si vërteton të orientim? Vendosë arrest shtëpie, e përdor për goditur opozitën, me fjalë, ky do arrestohet me urdhë Ramës, ky tjetër të bëj seleksionimet gjitha me radhë. Po tjetër që Spaku vendos drejtësi, ja ku i ka kulla tu, rreth e për qark, pastrim parashe shkyr, tetoj në një bosat për tyre, se jam banë. Sepse është Rama mbrapa. Ti ishe ti në drejtori policie? Se ishte mbrapa. Ti ishe ti në drejtori policie? Se di unë zbatoj ligjin, kaq. Foto tjetër? Edhe ashtu, nuk e njoh. E kam takuar njerëz zënësisht. Ky është shefi yt politik? Se shefi me, unë jam drejtues politik vetë. Fushat lëtishte nuk e njoh, mund të ishte drejtues i opozitës. S'kam gjë personale, për mua është i dështuar, nuk është drejtues. Nuk është drejtues i aftë. Është dështuar? Pa, për mua është i dështuar. Duhet të na Berati si drejtues politik, të bëjnë çfarë të duan, por duhet të ikin se ndryshe ka tendencë qarku Beratit në zgjedhje lokale shumë keq. Jo, ka zgjedhje pjesëme tani. Si atë pismet, shikojmë që do bëjt. Ka vënë një kandidat që e njoh fund. Si është? Njëri është inxhinier i mirë me emër e me radhë, zgjedh pjeshme, nuk është vënë me djenin time. Po se duhet të pyesin ty. Po do të pyesin sepse e kanë transfertuar te Berisha, i kanë thënë që është miku Lefterit, mbështetës e Lefterit. Gjë që unë s'kam ditur gjë vetëm kur më ka thënë. Do të mbështet se ka mik në zonën time, po përgjegjësia i takon këtë parti. Është inxhinier Pavlo Shkarpa, kryetari i shoqërisë Beratit, njëri shumë i mirë, me reputacion. Tani, por unë do ta mbështet në zonën time, përgjegjësia për rezultatin i takon këtij. Që është Partia Demokratike, partia e madhe. Unë në zonën time tot lakon me mundësitë që do kem, po vazhdoj të punoj. Tani këto drejtues të qarqeve që nuk janë larguar të Partisë Demokratike, edhe pse kanë numër. Është analiza, pra do të largohen një pjesë e tyre, po s'ka. 6 muaj më o Lefter. Po 6 muaj mas 11 muaj nga informacionet që un kam, mbas raportit të OSBE-dit pritet analiza. Shpresoj. Po presim. Se kështu thonë të gjithë. Po presim raportin edhe do bëhet. Dhe Partia Demokratike do kalojnë zgjedhje.
na janari në prill do të kalojnë zgjedhjet tani. Ti je kryetar degë, të humbësh thell. Po këtë edhe mos japësh dorëheqje, pavarësisht masakrit elektorale, drejtues politik, mos japësh dorëheqje tani. Keq më vjen, po ka autoritet të padiskutueshëm Rama, por Rama i bën presion. I thoshte këtij Demos, s'more 5 mandate, mos shikojnë Tiranë. I thoshte tjetri, s'more kaq mandate, mos shikoj se si i merr ti me para, me oligark, me presione puna jote. I ketë gjitha resurset nga ne me mbështetjen. Po kështu i thoshte Rama, po kështu është, po e di unë. Po e di shumë mirë se këtë profesion. Foto tjetër. Po. E vlerësoj, është arrest politik. Zoti Meta, kam filluar karrierën politike në 2015. Unë kam dalë i treti në Shqipëri, isha në zonën e Rembraçës, përballë, me fjalë, si president, kur unë isha deputet, ka bërë shumë për Beracit, dekorime, gjitha me radhë. Sigurisht që tjetri kur është në ditë keqe, njerëzit dhe largohen, se nëse Meta do të ishte i lirë, nuk do të kishte marrë 7.000 ca vota, do të kishte marrë shumë më shumë. Si ka mundësi nuk e marrë votat? Dhe nuk e dha sepse mos minjoja që është e madhe të shqiptarët. Ka bërë ministra, ka bërë drejtora, ka bërë ndere, edhe kur vjen puna bëjnë sikur punonin, edhe hop, do të marrin përgjegjësi dhe te partia. Çfarë do të Partinë e Lirisë tani se ti aty je tani, na thyrë një gjë që është reale tani se tani shikoj tani partia ti pothuajse ka marrë fund. Jo, Partia e Lirisë, sigurisht që njerëzit kanë lëvizur një pjesë për interese për shkak të joshjeve të gjitha me radhë, por ajo se li atje te rruga Selifrashi që gumzhinte, zgjidhte, u shoh njerëz aty. Sepse mungon ky. Kur ishte ky e peti si u mbush pa. Po më mungon tani, shiko, nuk mund unë jam me këtë, më fal çik, unë jam me këtë, kur mungon tjetri, atëherë do të punosh më shumë. Duhet të tregosh vetë. Unë për shembull në qarkun e Beratit e kam shpërblyer dhe vazhdoj ta shpërblej. Dhe i kam thënë që edhe Bashkinë Kuçov e ketë të fituar me natyrën që un kam. Pra unë edhe kur është ditë vështirë vazhdoj të punoj me shpirt, edhe kësaj radhe jam. A bëri ndonjë gabim Ilir Meta në listë? Jo, a bëri ndonjë gabim Ilir Meta që erdhi deri këtu? Unë besoj që gabim politik. Çka unë besoj që ka personale edhe nga Rama dhe nga Jurikim, sepse në qëndrimet që mante në mbrojtje të kushtetutës, me fjalë si president, sepse këtë e dinë gjithë shqiptarët për qëndrimin e tij, edhe vetë arrestimi që u bëi tij dhe show se filmimi ka qenë nga policia. Filmimi ka qenë në një dykaç hotel në informacione që mora unë dhe për ta bërë virale me fjalë për t'i bërë presion të tjerëve. Pra, nuk e di çka ka personale me zotin Rama, por ky e bëri kryeminist Rama në 2013. Pra zoti Meta e bëri kryeminist zotin Rama në 2013 sepse nuk mundet. Pastaj zoti Rama, po themin se aktor çfarë them. Po ti vesh re zoti Rama kur ishte kryeminist me lehtësinë në pushtet. Pra, i vinte çdo ditë kryetarit parlamentit me fjalë çdo tan. I vinte gjasme ulej. Pra ky bënte një rol derisa e vendosi gabim i Metës, po, që pranoi president. S'do ta kishte pranuar kurrë. Aty e bllokoi me fjalë jo që kompetencat e të merat, sepse Meta ishte shumë aktiv në bazë. Unë mbaj mend 2005 dhe jam habitur kur isha, më merrte në telefon thoshte, "Ma ku do vëm në një familje socialisti?" Dhe natën. Ose edhe natën dhe ditën, mos natën vinte, i takonte, me fjalë ishte shumë aktiv. Më merr në telefon thotë kur jam edhe kështu. Pra, e shqikoja dhe tani mbas presidencës prisja edhe unë shumë nga zoti Meta, po këto presionet që edhe vetë i ka bërë publike zoti Meta, po dhe zhgënjimet janë të mëdha, tani t'japë. Cili ka qenë roli i Monika Kryemadhit në këtë histori? S'mu t'jap komentun për zonjën Kryemadhe, unë e njoh, e respektoj. Zonjën Kryemadhe nuk i di problemet e tyre si i kanë. Unë dhe me zonjën Kryemadhe e kam takuar, e kam respektor, po. Kam respektor, kam qenë fushat, lokomotiv ka qenë dhe zonjën Kryemadhe. Ishte shumë, kur mbaj mend 2005-2007, madje më jepte drejt mua. 2007 kur nuk kam konkuruar, po thoshte kundra PSZ-PD-s, më takonte komunë. Po mandatet ju urdhëroi Luli lat mandatet. Jo, po them 2005-2007, se s'kam qenë unë kur lan mandatet ta. Po kam qenë drejtori i burgjeve të Shqipërisë. Po pse nuk thoshe ti mos i lini mandatet? Bën mirë këta që i lan mandatet që vajta unë deputet. Po shumë mirë, për qarkun e Beratit po njerë. Vajta qëndrimin që dush, më shumë se çdo deputet tjetër i Partisë Demokratike. Tani, arma më të fortë e Ilir Meta ka pasur familjen. Si ka mundësi ajo armë fort u shpërbë? Nuk i di këto problemet e brendshme, i ka thënë vetë me fjalë përdorimi. Lefter Maliqi, se të njoh këtu kam ja 20 ca vjet. Ti po duash ti një
atë që nuk imagjinohet, për ne tani. Urimi im, për shembull, po nis me urimin. Është që kur dalin nga burgut bashkohen. Ky është urimi. Po. Ky është urimi dhe besoj. Kjo është dëshira jote. Dhe dëshira do besoj që duhet ndodh. Edhe do ndodh. Do ndodh? Besoj që po. Sepse unë mendoj që në kushtet e vështira që është zoti Meta sot, në atë qeli, Monika ka treguar veten, pavarësisht se është, më fal çik, pavarësisht se Meta vjen në një zonë malore, siç është Berisha e tjetër me radhë, dhe është kalitur. Po ne të zonave malore çfarë problemi kemi? Sepse kemi ne durimin, kemi pavarësisht sepse qelia është shumë e vështirë, pavarësisht se ne themi që se unë kam qenë drejtor, ajo qelia është e vogël atje. Del 2 orë në Ajrim, rri vetëm, ke qenë president dhe kryeminist. Po, me telefon po. Me telefon me zotin. Çfarë ju ka thënë? Me zotin Blushë. Vazhdoni punën. Jam më i fort. Kjo është një padrejtësi e madhe, është arrest politik, është e kuptueshme. Do vit dita, jam i qetë. S'ke shkuar të takosh? Po nuk lejohet. A i ke dërguar në diçka simbolike? Po i kam dërguar. Çfarë? Besoj një libër. Çfarë libri po është ma tregu titull? Nuk e di mirë, se më me se titull të fundit jam politik i kam dërguar, edhe në një ushqim brenda mundësive të zonës Beratit. Ka dëshirë. Në një gjath ka shkava, në një diçka, se s'është ndonjë problem. Në një vaj ulliri, se këto një vend. Ja ke çuar? Po, kaq mundësi sa kam. Kështu që sepse njeriu duhet një megjithatë letër po thoshe që Monika e ka treguar veten në fushatën e mbështetjes. Po tani këta problemet familjare i din vet. Unë kam takuar djalin e Ilir Metës, pa Besin, për cilin kam respekt, e vlerësoj. Me fjalë i kam dhënë disa kontakte me mundësi. Mos duhet të ishte ai aktiv në politikë. Po të besoj që do jetë në të ardhmen. Unë besoj që do jetë. Ai s'është i vogël tani, duhet të ishte tani. Po besoj që do jetë mbas daljes së zotit Meta. Unë besoj dhe shpresoj të dalin shpejt, pavarësisht se po marr ende Rama në arrest politik. Rama po e marr, Rama po e marr. Është mbyllur kjo. Soros i iku, tani po marr Rama sepse Rama do të rrisë sa më shumë në pushtet, i ka bërë ato Saraje si sultanat. E ke parti sa miliona euro ka be pyll orbitar. Mos e fajnë e keni dhe ju të opozicës, për lehë dhe ne kemi faje tona, sepse edhe ne duhet punojmë. Rama, po me ju vetë jeni lëmshë. Edhe ne kemi fajet, më falqi, edhe ne kemi fajet, por prandaj duhet kjo analizë, dhe unë prandaj e thashte që arrest shtëpia një vit e Berish nuk ishte pak, arresti tjetër i zotit Meta prap. Me fjalë tani ka filluar që fut kjo frymë edhe këto partit Agron Shej, Lapa i tak me kandidatet e Tiranës. Po me këto tani me këto Agron Shej dhe këto i rregulloni kanë me lot juve. Zgjedhjet e pjesëme lokale nuk janë të lehta. O Lefter, është lokomotiva e parë, e them fillim këtë. Lokomotiva, pastaj vagoni i fundit. Po presim te lokomotiva. Shiko, ne do flasim prapë bashk. Për shembull, nëse deri në muaj shkurt mars, kjo lokomotivë nuk ka një ndryshim në përbërje, një frymë, një analizë, atëherë do t'i them unë, realitet do them që kjo opozit nuk vjen më në pushtet. Pra, nëse është në këtë gjendje që është tani, është e pamundur që të vinë pushtet. Pra, duhet një riorganizim, zgjedhje, analizë e gjitha me radhë. Nuk kam gjë personale me asnjë nga deputat. Po të them një gjë, sa asun se kam personale, po jo një. Ta gëzoj mandatin për shembull, marrim Enon ose një tjetër, le ta gëzoj mandatin, le të rri sa të rri. Por nuk e bën dot atë punë, sepse fiton ai tjetri, fiton demo duke qeshur atje. Demo do një Lefter Maliki për balë dhe shiko ti si e bëj unë. Jo demo për këtë doj. E mund. E zbërthej. Po ti nuk e mund? Me gjitha. Në gjudo, ore. Edhe me gjudo, edhe me vota, edhe me gjitha. Edhe me gjudo? Ora, me gjitha. Që do t'jesh... Mundi romake? Ora, mund edhe Çuçin. Erdhi me drejtorin operacionale. Me të gjitha, po them. Nuk bëre gjudo ti. Në kuptimin e kurajos që i thosha njerëz, vija vetun, për plasja me operacionalen, për plasja me njerëz që binte ai. Qa beksi, po qa beksi. Sepse duhet përballja. Ditën e shtunë darkë, për shembull janë përballur edhe me bandit, të marrë nga Çuçi. Edhe janë shoqëruar në operacionalja njerëzit e mi. Pra të gjitha dhanë, edhe gjitha. Më ngasmove me këtë. Okej, Berishën po e themi është fajtori i madh. Po Berisha e ka bërë epokën e vetë, dhe jam shumë dakord me ty. Tani, këta të dytët, se asun s'kam gjë personale, Gazmend Bardhi, edhe zoti Noka, po kryesisht Gazmend Bardhi, që ka humbur, ashtu si ka humbur fjerë. Ore, edhe Gazmend Bardhi është i pazëvendësueshëm, se mirë zoti Berisha është i pazëvendësueshëm. Zoti Qafoku, se nisët ndryshe, se gabim më i madh zoti Berisha, unë nuk e kam problem të them nëse është e vërtet dhe këtë gjë, por duhet të them që zoti Berisha ka shumë gjëra pozitive që nuk krahasohen me Ramën. Jona Bashkimi i Kombit, Shqipëria në NATO, lëvizja e lirë, dyfishoi pagat e pension dhe janë vend numëro tani, fshatrat rurale, të gjitha rrugët i ka bërë, i ka harruar Rama të gjithë,
Dhe tani kemi një shpopullim masiv, po të veshën për fshatrave duart në kokë, shtëpi bosh, pensionistë, nuk po gjej njerëz për të vjel ullin me 30.000 lekë. Nuk ka njerëz, me fjalë shkollat të ikën mendje kokës. Lapardaja që ke dëgjuar ti. Lapardaja ka 6.000 banorë. Pra për Berishën, kam thënë, është në mision, është i aftë, është human, është familjar, është drejtuesi i Zotit, do ta lej sigurisht karrierën në momentin që do realizoj misionin e tij. Do ikë, i bindur për këtë. Po do ikë një ditë. Në momentin që ai një ditë i thën shkurt? Jo, në shkurt nuk kam thënë shkurt. Jo, tani thej që nëse nuk ndryshojnë gjërat në PD. Në shkurt, nëse nuk ndryshojnë gjërat në PD, po ta them unë. Se Berisha Mutrin, po të them që është situata e keqe në opozitë. Që do të ndryshoj. Në qoftë se u mbet opozita 6-0 në zgjedhjet e pjesme, çfarë do të thënë? Në zgjedhjet e pjesme po ja them gjithë shqiptarëve që në zgjedhjet e pjesme gjithnjë fiton pushteti. Raste të rralla mund të fitoj sepse vjen gjithë shteti këtu. Për shembull. Jo, unë besoj që të majtet e ndershëm të zhgënjur, edhe njerëzit e zotit Velia dhe të tjerë të bashkohen me zotin Binaj, por mos harrojmë një gjë që makineria shtetërore, siç e pe edhe raporti i OSBE Odirit, dhe madje po ta them, të gjithë kryetarët e bashkive dhe drejtuesit lokal janë thirrur me lista dhe me detyra. Kush është nga Skapari që banon këtu, kush është nga Beradi që banon në Tiranë, kush është në Elbasan, në gjithë Shqipëria, në mënyrë që t'i orientojnë votat tek kandidatja e majt. Besoj dhe shpresoj që Tirana të ketë ndryshim. Ndodhi në Shkodër për parë që fitoi Partia Demokratike me Bardh Spajin atëre, por mos harrojmë që Shkodra ka qenë 7-8% e djathtë. Foto tjetër, kemi energjia? Jo, më lëreni këtu të Berisha, i uroj shëndet. Jo, s'kemi foto tjetër. I uroj shëndet Berishës dhe sa më shpejt ta mbyllin karrierën si kryeminist i jashtëm i Shqipërisë. Kush? Zoti Berisha. Po deri në 80, do thënë ai është 81 vjeç, edhe 4, 85 vjeç? 85 vjeç, edhe 81 vjeç, Zoti... Por 81 kaloj, çfarë thua mo? Zoti ta merr jetën kur ti ke bërë shumë gabime në jetë, ta merr dhënë mosh të re. Zoti Berisha po ta shikosh në energjitë, edhe Rama që te 60 është, ka më energji se... Rama ka 4 mandate në pushtet. Le t'i ketë 4 mandate, i ka, por në njerë kur fryesh shumë, edhe shfryesh. Për shembull, shef komisariat 25 vjeç Skapar, mi bi vetë ai qef ma. Kur rash mas një viti, thash çka që nga kjo, thash unë, si ndodhi kjo. Ti the nuk funksionon komisariati po mua. Unë mendoja që do ecë si në shef komisariati, do vete drejtor, do vete këtu, rash e psova të renin e dur, 6 muaj, kalova prap komisar, rash prap, ngrita prap, është më mirë kështu, sepse kur merr vetëm detyrat e larta, një ditë do kesh një fund dhe një umner që dhe vetës nuk dhe Zoti Maliqi, gjithmonë të këndshme rufe dhe këshu janë luftarake, janë intervistat me... Se jemi rritur me vojtje, i kënaqemi me pak, jemi të drejt për drejt, nuk kemi përfituar asnjëherë, nuk më ka dhuruar asnjëri i pushtet, pavarësisht mirënjohjen që kam ndaj Zotit Berisha, unë s'kam mirënjohje dhe po ju them kaq. Nëse Zoti Meta do më kishte vënë deputet në listë mbyllur që më takonte, me rezultatet që ju të rëdhova, jo, më takonte mua, për rezultatin e votave, unë sot do bëja namin në parlament dhe ku do me organizim në mbrojtje të figurës... Po që do bëja ti, në shumë se ka zbardhi, që do bëja? A i mori dojgji Kaolina, të hovi ato... Për Zotin Meta, arrestimin politik, banditesk që i ka mërë ta. Do bëja një organizim të jashtëzakonshëm, do shpërthenin me fi organizimi i njerëzve, jo, njerëzit, se nuk mbahem unë dhe tani, po taftoj Berishën atje, i mbledh 5.000 veta, 6.000 veta. Njerëzit nuk janë dele tani, më i bëndi atë një shkop tani dhe i bërë për para tani. Nuk është dele, janë si mua, të thjesht, nuk vina i dutut, për ndeshmit janë të shumë, të majtë e djathë. Nëse ju keni sikron, mund të jepni mitingun e Kuçovës. Kuçova e majtë, u prit Berisha, dakord, po ju po them në këto momente, dhe kam fjallën që bëj për njerëzit. Nëse ja i dut, nuk të dua njerëzit, qafoku. Nëse ke vese të poshtëra, nuk të duan njerëzit. Nëse ke vjedhur, nuk të duan njerëzit. Nëse nuk i takon, nuk i mbështet, nuk duan. Duket njerëzit, duket hipokriti, duket i drejt për drejti, duket i djallëzori, duket i intrigusi. Politika është intrig. Politika është të aftin për të aftin vetëm shpifin. Po unë kam një gjë, që unë çdo gjë kam vetëm me liderët, nuk merrem me tjertut, tjertu jap dorën. Nëse lideri më shet, është për ti. Zoti Maliqi, faleminderit. Merci. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja,
zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.